jemi këtu me Mandin, në fakt bëhet fjalë pikërisht për javën e pastave. Javën e pastave, kemi nisur me spaghetti carbonara, kemi bërë pakëri bolognese, dërsa sot do bëjmë tortellini, duke kombinuar me salcë arre. Ama një sekond, tortellini ti kemi bërë vetë. Patjetër që vetë, kemi përgatitur brumin. Brumi bëhet në këtë lloj mënyre, siç unë e bëj zakonisht, 100 gram miell, miell semola, një kokurves, pak krip dhe pak vaj ulliri, dhe më pas përgatisim këtë brum që ne kemi përgatitur sot. E kemi prerë në forma rumbullake. Do bëjmë mbushen dhe më pas do ta mbështjellim në formën që ne përgatisim tortellinin. Produktet që nevojiten për këtë recet? Për këtë recet janë produktet. Kemi brumin që siç unë shpjegova. Për mbushen kemi përgatitur mish pule dhe kërpulla duke i prerë në kubike shumë të vogla. I ka vërdisim dhe i shuajmë me verë të bardhë, i lëmë pak të zjen duke shtuar krip piper. Dhe më pas përgatisim këtë masë që unë kam përgatitur. Mish pule dhe kërpulla. Dërsa për salcën, kemi arrat, kemi konjak, kemi gjalp, kemi djath parmigiano, kemi qep të thatë, selino, pesto dhe pak pana. Kripën dhe piperin që nuk diskuton. Për të na shëndoshur sot? Është një recet vërtet që ka vitamina, ka shije të ndryshme, ka dhe kalori njëkohësisht, dhe fillojmë pa humbur kohë për të përgatitur. Shumë mirë. Në fillim do përgatisim tortellinin. Do marrim mbushen dhe vendosim. Pra, mbushja e tortellinive është me mish pule dhe kërpulla. Na duhet pak për të bërë tortellini, pasi tortellini është i vogël, duhet pak mbushje. Është recetë italiane, Iva, siç unë e kam shpjeguar, do gatuajmë vetëm receta italiane. Këtë javë, vetëm receta italiane me bazë pastash, do të thënë brumash. Si që shpjeguam dhe më para, brumi për të bërë tortellinin është 100 gram miell semola, pak krip, pak vaj ulliri. Vaj ulliri duhet një lugë kafe, dhe më pas përgatisim këtë brum që unë kam përgatitur. Nuk përdoret ujë, nuk përdoret për shembull duke kombinuar në 2 lloj mjellash, vetëm me miell semola dhe përgatitet ky lloj brumi. Atëherë pasi kemi vendosur mbushen me të verën e vezës, lyejmë anësoret, ë? Lyejmë pjesët anash. Vetëm njëra gjysmë, domethënë gjysma e të plotës që ne kemi përgatitur, gjysma e kësaj. Në mënyrë që kur të ngjiten? Të ngjiten të dyja. Mund ta bëjmë dhe me të dyja, domethënë duke e lyer komplet me të verë, por mos ngarkohet shumë me të verë veze, thjesht një gjysmë dhe është më së mjaftueshme. Kemi lyer njërën, t'ja shpjegojmë dhe teleshikuesit tanë. E përgatisim në këtë formë dhe bëjmë gjysmë hënë. Pasi do ta bëjmë gjysmë hënë, do përgatisim tortellinin duke e bërë në këtë mënyrë, siç e kemi kështu. Kjo është tortellini. Është diçka, një pjesë e vogël që duhet shpjeguar, lyhet një cep këtu me të verën e vezës për të bashkuar të dyja pjesët. Kjo është tortellini. Shumë mirë. Një do ta bëj dhonë? Patjetër, mund të bësh dhe 2 dhe 3, ose po duash mund t'i bësh të gjitha. Unë jam i gatshëm që ju të më ndihmoni. Po duash, është e jotja, mund ta përgatisësh. Mani ndërkohë pse jo, le të lyej me vezë të gjitha? Patjetër, unë po i shikoj pasi duhet vërtetuar se si e bëni ju. Bashkohen dhe cepat jo, tek fundi këtu. Dhe është dhe me tjerat. Do ta bëjmë pak shpejt pasi kohën që kemi në dispozicion.
E jo kështu. Veza ndihmon në ngjitje. Pra na ka rekomanduar sot mandi tortellini me kërpudha Me kotorini e mbushur me kërpudha dhe mish pule. dhe mish pule. Nga njëra anë kemi përgatitur pak në tigan mishin e pulës së bashku me Me kërpudha, kërpudha me pak duke i vaj prerë ulliri. shumë imët. Kemi hedhur krip piper, i kemi tiganosur pak. I kemi më pas, shuajtur me verë. I kemi shuajtur me verë dhe i kemi futur në një tas. Nga ana tjetër kemi përgatitur vetë brumin e tortellinit. Pra kemi pasta të freskëta. Pastat fresta, 100 gram miell semola, një kokër verë, një kokër vezë të plot, pak krip, pak piper të zi, pak krip dhe vaj ulliri, dhe përgatisim brumin si që unë e kam përgatitur. Pak krip, pak piper të zi. Dhe është ky brum që ne kemi brum me vezë, si i thonë italian, pasta all'uova. Brum me vezë. Se bëhet dhe brum me ujë, duke mos hedhur vezë, ndërsa me vezë është më i shishëm yva, pasi jep dhe shije dhe ngjyrë brumit që përgatitet, jep ngjyrë të verdhë. Në këtë rast ne kemi përdorur miellin semola që është i verdhë vetë si brum. Ka në të tjera aty ndërkohë që bëjmë Po patjetër, jo. Mendova ta bëja kështu, domethënë duke e bërë në transmetim të tortellinit, duke parë dhe parashikuesit tanë se si ne realizojmë tortellinin, se fare mirë mund ta përgatisim dhe pak më përpara, siç bëm brumin. Ndërkohë mendova që të jetë sa më e qartë për teleshikuesit tanë. Urdhëro. Tortellinit iva, kur unë kam punuar gjithmonë në restorante, pëlqejnë më shumë nga fëmijët. Kanë edhe formën ndoshta. Kanë dhe formën që Mbushjen. kanë dhe më tepër fëmijëve i pëlqejnë shumë. Ja, pra iva kemi përfunduar tortellinin. Ndezim dhe pak tenxherën ku kemi aty gati. Po. Ujin e kemi pothuajse të valuar, pak më përpara unë kisha vendosur ujin për të marrë val. Ndërkohë pesto genovese dhe arat dhe parmigiani dhe qepa na shërben për salsën? Për salsën. Shiko tani, në tigan do shtojmë gjallë. Do shtojmë qepën në thatë selinon. Pasi kemi përfunduar tortellini që i mbushëm, shtojmë qepën e thatë për presh shumë minut. Mund ta shtojmë dhe duke e presh julien, për t'i dhënë një skuqje më të shpejtë, e prejmë në kubike, dhe kështu e përfitojmë më shpejt arritjen e skuqjes së qepës. Kemi shtuar tigan, vaj dhe, gjalp dhe qepën. Shtojmë dhe arat, që të marrin një shije dhe një skuqje. Ndërkohë shtojmë dhe selinon, gjithmonë që të marrin shijen të gjitha së bashku. Janë produkte të cilat mund t'i hedhim njëkohësisht. Njëkohësisht, pasi nuk duan shumë kohë. Sepse ne më pas do t'i kalojmë në mikser iva dhe kështu që nuk në nevojitet shumë për të zier ose për t'u kavërdisur shumë. Dhe largojmë dhe drasën e punës, pasi nuk na duhet. Atëherë, pasi të marri ujë ku do zihen tortellinin, shtojmë kripën, sepse kemi gjatë zierjes ujin. Kemi shtuar arat, qep, selino, ara.
Pasi të marrin të gjitha një skuqe, do t'i shuajmë me konjak. Do shtojmë pak nga uji ku kemi tortellinin. Do shtojmë peston dhe në fund para se t'i servim, do shtojmë djathën parmigiano. Dje i kemi dhënë teleshikuesve një informacion të rëndësishëm për sa i përket pakerit. Të cilë që është një lloj paste, Paste pak e rrallë dhe pak e vështirë dhe shtrenjtë për të blerë. Dhe shtrenjtë, por gjithashtu kërkon dhe një kohë përgatitje për 15 minutash. Pastat. Tortellini kur është i freskët do në 3 minuta kohë zgjerrje. Kaq pak. 3 minuta kur është i freskët është gjithmonë të gjitha pastat bruma kur janë të freskëta duan një kohë gatimin më shpejt. Pasi është brumi i freskët, ndërsa pastat që ne kemi në tregun tonë që nuk janë të freskëta, çfarë ndodh kur supozojmë që ne kemi përgatitur tortellinin dhe do t'i ruajmë. I vendosim në një furrë me 40 deri në 60 gradë maksimumi. I vendosim në një enë me letër furre, tepsi me letër furre, për t'u tharë. Ndërkohë që kur ne kemi të freskëta, ato zihen shumë shpejt. Kur thahen, brumi vetë forcohet, bëhet shumë i fortë. Ne besoj kemi provuar kur kemi makaronat e forta, kur kemi qenë të vegjël, provoni ato makarona që kemi pas dikur, i kafshonin me hanin pa u zier, ato që kemi pasur përpara. Dhe këto tani besoj që do kush mund t'i ketë provuar kur janë kështu papat. Dhe normalisht kur është brumi i freskët tilla, më shkurt zihet më shpejt. Atëherë ka marrë skuqe, arra, qepa dhe selinoja. I shojmë me konjak. Ndërkohë shtojmë dhe tortellinin për t'u zgjerë. E pse i shuajmë me konjak? Mande dhe me verë të bashkë. Shikoj Iva, gjithmonë arra duhet shuajtur me konjak. Pasi janë të dyja të ëmbla dhe shkojnë shumë me njëra tjetrën. Pra gjithmonë kur kemi arën përbërës të recetës, duhet të shuajtur me konjak. Pasi vetë frutat e thata shoqërohen me pije të ëmbla, siç ne e dimë besoj. Atëherë Iva, kemi shtuar konjakun, no? Pra kemi produkte që na ngelen ende pa u përzier me arrat dhe qepën. Kemi salcën e barzilokut, pamën dhe në fund që do shtojmë djathën parmigiano. Do presim pak fare, sapo tortellini të lëshojnë shihen dhe tek tenxhera ku kemi vendosur për të zgjerë, do marrim pak ujë dhe ta shtojmë në tigan ku ne kemi shtuar. Faliva një lukë të madhe të lutem në krahun tjetër të tavolinës tonë. Po, faleminderit Iva. Shtojmë pak ujë në tigan ku kemi arrat. Ujë nga ujit ku kemi vendosur tortellinin për të zgjerë. Ndërkohë që ne i skuqem të gjitha ato qepën, selinon dhe arrat, do të lëmë pak për të zgjerë, duke shtuar dhe salcën e barzilokut. Shtojmë dhe salcën e barzilokut, Iva. Shoh që vendosi shumë pak salcë. Pak, sepse këtu janë shumë përbërës që kanë aromat forta, dhe duke shtuar ne me sasi më të tepërt, bëhet më aroma, domethënë, qoftë se kemi shtuar peston tani, siç ne e shtuam, dihet më shumë shija e pestës. Duke shtuar nga pak, marrim pak nga gjitha shijet që ne kemi shtuar. Dhe equilibrohet shija. Po. Megjithatë, Mandi, kur flasim për tortellini, kjo është një salcë që e ke vendosur ti, e ke përcaktuar ti. Jo, është një salcë që shumë i shkon dhe në të recetë që unë ka përzier dhe është një salcë që përdoret shumë në Itali. Siç thamë, kemi receta italiane këtë javë me bazë pastas. Por ama mund të përdorim dhe një salcë tjetër? Patjetër që po, patjetër. Mund ta bënim thjesht me salcë domate me pak barzilok. Përderisa mbushjen e kanë? Patjetër që po. Ka salcët janë pafundme. Mirë Mandi, ndërkohë pra që presim të bëhen gati të dyja përbërësit, pra si pastën ashtu dhe salsa, gjej rastin për të falenderuar ata që ne i quajmë miqtë e kohës për të shijuar dhe bëhet fjalë pikërisht për Supermarket Xhangollin, i cili është një mik i mirë i kohës për të shijuar që na jep mundësinë për blerjet e produkteve të ndryshme në hapësirën e supermarketit të tij. Në Supermarket Xhangollin ju keni mundësi që të blini mirë dhe të paguani lirë. Faleminderit Xhangolli. Gjithashtu, ju e dini tashmë që pjesë e parë e emisionit ton bëhet fjalë pikërisht për një sfidë për konkurrentët tanë të cilët garojnë me njëri tjetrin
Për të fituar çmimin e madh, këtë çmim të madh është mundësuar, këtë çmim i madh është mundësuar pikërisht nga agjencia Vastur, e cili bëhet fjalë për një udhëtim 7 ditor në Alania, në resortin The Inn, ku fituesi i këtij konkursit ka mundësinë për të marrë me vete njeriun e zemrës, dhe pse jo, për të kaluar pushimin në resortin The Inn, ku çdo gjë është all inclusive, pra çdo gjë është e përfshirë. Vastur, operatori i vetëm në Shqipëri, më me shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, bus charter në Halkidiki. Produktin e gjerë në koralit të Vastur, ju mund të gjeni në të gjitha agjensit member Vas Group, si dhe në faqen online www.vas.al, ku ju mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Vastur, faleminderit Xhangolli. Atëherë Ivan, gjatë kohës si ti po sqaroj drejtshikuesit tanë për bashkëpunëtorët e emisionit tonë, unë përfitova nga koha dhe kam kaluar arrat bashkë me konjaku, me qepën, me kaluam në mikser. Në mikser. Shtojmë sërish pak ujë nga uji i tortellinit. Pasi të marrë val, kemi shtuar kripën dhe piperin, pasi të marrë val, do shtojmë pak pana dhe ndërkohë do shtojmë dhe tortellinin, pasi ne në këto momente e kemi gati. Fikim dhe zjarrin. Shtojmë një lugë gjellë. Të recetë kemi quajtur tortellini të mbushur? Tortellini, thjesht tortellini, dhe ndërsa për salcën kemi shtuar salcë me arë. Salcë arë. Ja pra jo. Marrim dhe tortellinin ku e kemi në enën tonë. Duhet vendosim tortellinit këtu? Patjetër që po, që të marrin shijen e salcës. Dhe për 1 minutë e kemi gati, jo? Mirë, për me të kemi përfunduar. Patjetër që po. Të lutem jo, më ndihmo dhe një pjatë të thellë. Po. Për ta serviru dhe kështu jemi gati. E vendosim këtu, jo? Mandi me pano kemi mbaruar, po? Patjetër që po, i kemi të gjitha përbërësit, i kemi shtuar në tigan. Thjesht tani duhet të lidhim tortellinin bashkë me salcën, që t'japim shijen e njëra tjetrës. Dhe do ta servirim. Djathë parmigiano male aty ku e kemi. Po. Pasi do shtojmë në momentin e servirjes, fikim dhe zjarrin dhe jemi gati për të serviruar tortellinin tonë. Ndjehet që ka një aromë vërtet interesante, jo? Kuara me peston, që kemi shtuar me salcën e bërzilogut. Bizotron dhe konjaku i ka dhënë një ndërthurje shumë të bukur salcës. Ja, pra e kemi gati, shtojmë pak djathën, ndihmën e një piruni, nuk duhet ta shtojmë me qerusa ose me rende, duke e prerë në copat të vogla, pasi duhet të ndihet shumë shija e djathit, duke marrë, në momentin që ne marrim tortellinin, duhet marrim dhe djathin në copat të vogla. Duhet ta shtojmë gjithmonë kështu. Nuk duhet, më thënë, grirë, si që grinë shumë restorante, në këtë recept. Duhet tjetë i formuar. Ja pra jo, është më se mjaftueshme, ka i sa unë i shtovë. Fshim dhe pak pjatën në anash. Dhe kështu jemi gati. Të dashur miq, na ka kënaqur sot Mandi me përgatitjen e kësaj recete të veçantë, ku bëhet fjalë pikërisht për tortellini me salcë are. Ku e kishim të mbushur pak më përpara që ne e shpjeguam, me mish pule dhe kërpudha të freskëta, duke i prerë në kubik të vegjël, duke i kapërdisur në tigan me gjallë ose vaj ulliri.
Duke i shuajtur me verë, pak kri piper dhe i kemi gati për të mbushur tortellini. Gjithashtu përveç se kemi rekomanduar këtë recetë, ne jemi përpikur që të japim dhe informacionet të ndryshme në lidhje me se si mund të realizojmë vetë këto pasta të ndryshme, se si mund të përgatisim salsat, çfarë vlere ushqimore kanë këto produkte dhe ndërthurja le të themi edhe alternimi i tyre. Të dashur miq, ju e dini që Iva vdes për pasta. Kështu që ne do të takojmë nesër në orën 13:30 sërish me një recetë të re. Si nuk do përtosh, por si nuk do përtosh edhe pastat. Për juve Iva nuk do bërte as ditë për të bërë pastë. Dhe pse jo për të treguar ambisave? Patjetër që do ambisa, për të gatuar pastat. Deri nesër, mirë takofshim.